Në gjykatën e posaçme është zhvilluar seanca e radhës për procesin ndaj shkreut të bandës së Lushnjës, Lert Haxhiu. Në seancën e sotme ka dëshmuar Klevio Lahmeti, reperi dhe personazhi i njohur në TikTok me emrin Klevio, i cili ka rrëfyer detaje nga njohja me Haxhiun dhe konflikti me reperin Noizi. Gjatë dëshmisë së tij, Ahmeti ka deklaruar se nuk ka pasur asnjë lidhje me të pandehurin dhe se njohja me Lert Haxhiun ka qenë vetëm familjare dhe që nga fëmijëria, pasi kanë jetuar pra njëri tjetrit në Lushnjë. Ai ka shtuar se nuk e ka takuar më që prej vitit 2020. Sa i përket raportit me Noizin, ai ka thënë se njeh përmes karrierës së tij artistike. Sipas tij, konflikti mes tyre ka nisur nga përplasjet në muzikë, ku të dy palët kanë shkëmbyer dise dhe ofendime përmes këngëve. Klevio ka deklaruar se më pas është përpjekur t'i kërkojë falje Noizit në Durrës, por sipas tij është përballur me një grup prej rreth 12 personash dhe është dhunuar. Ai shton se pas ngjarjes është mjekuar në spital, por më pas është arrestuar për shkak të një mase sigurie që kishte në fuqi. Për shpërthimin me tritol në lokalin e Noizit, Ahmeti ka thënë se ka mësuar për ngjarjen nga persona të tjerë gjatë kohës që ndodhej në burg dhe ka mohuar çdo dieni apo përfshirje, duke theksuar se nuk e di kush qëndron pas saj.